Për të fshehur krimin e tyre monstruoz, për të fshehur zëvendësimin e të drejtës me ideologjinë më monstruoze të kohës që është ideologjia e ekstremit majt, ideologji që synon shpërdorjen e familjes, vlerave të saj, ideologji e cila ka vënë në epicentër gjininë njerëzore, identitetin e gjinisë njerëzore, gjininë e si të tillë, për të shkatruar, për ta vendosur atë, për t'i mohuar të drejtat themelore të njeriut, si ka shku sinjali, për të atakuar të gjitha besimet fetare dhe nocionet e librave të shenjtë, mësimet e librave të shenjtë për familje, për të vendosur kontrollin e plot mbi fëmijët dhe gjininë e tyre, jo atë që kanë lindur, po atë që u cakton shkolla, shteti, nëpërmjet metodave të simulimeve me hormone dhe me gjithë të tjera. Këta kanë caktuar orën 3 të natës për debatin për këtë ligj. Pra, ta duan të kryejnë një krim monstruoz në një kohë që kombi është në gjumë. Unë garantoj se ky ligj do të jetë ndryshimi i këtij ligji do të jetë përparësi absolute abrogimi i tij. Gjithçka e bazojnë mashtrim. Konventi i Stambollit e firmosur nga qeveria e Partisë Demokratike në mënyrë absolute nuk bën fjalë për përkatësi të shumëfishta gjinore. Në mënyrë absolute nuk bën fjalë për gjini me diversitete të shumta, po bën fjalë për mos diskriminimin e burrit dhe gruas, e nënës dhe babait, e motrës dhe vllait, të cilës ne qëndrojmë. Ligji citojnë sta mashtrues është ligji i respektimit të orientimit seksual të çdo individi. Dhe është i vërtetë, dhe unë e kam shprehur dhe ai ligj nuk është kundërshtuar nga autoritetet fetare të vendit. Kam patur rastin që me aty të konsultohen dhe në Vatikan për shkak të një vizite dhe ka qenë plotësisht dakord. Pra s'kan asnjë ngjashmëri. Çfarë lemeria është? Sjell komunitetet fetare të protestojnë para kuvendit. Është ligj identik me nenin që shpallte Shqipërinë ateiste, sepse nëse në themelet e vlerave hyjnore faktikisht i rikthesh tek shoqëritë parafetare, tek shoqëritë ateiste, tek shoqëritë të cilat Marx kërkonte të ndërtonte me nohimin e pronës, këta kërkojnë të ndërtojnë me nohimin e gjinisë. Vetëm një gjë kujtoj, mos harroni premtimin elektoral të zonjës Kamala Harris, e cila u zotua se emigrantëve ilegal që dëshirojnë të ndrojnë gjininë do të marrë përsipër me shpenzime shtetërore operacionet dhe procedurat e ndryshimit të gjinisë. Kjo ishte oferta e kandidatës të cilën qytetarët amerikanë hodhën në shumicë të madhe me miliona vota kundër saj. Dhe këtë ofertë, këtë ligj, këtë lend, këtë praktik sjell në Shqipëri kukull e George Sorosit, Edi Rama. Ne do të qëndrojmë fuqishëm këtu në parlament, por nga ana tjetër, thash edhe një herë, ne flisim betejën pakthim para ndërtesës së Këshillit të Ministrave. Plotësi, absolutisht jo. S'është fare kundër. Unë respektoj orientimin seksual të çdo njeriu. E kam thënë dhe e them dhe do ta them sa kjo është s'ka të bëj fare. Po kjo nuk do të thotë që unë të shpërbëj vlerat hyjnore, njerëzore, shekullore të familjes me këtë. Jo. Dhe këtu nuk është vetëm kombi amerikan që votoi kundër, po janë 21 vendet antarë të Bashkimit Evropian që nuk ekzistojnë ky ligj. Është gjykata franceze. Imagjinoni vendi i deklaratës të drejtave të njeriu. Dhe gjykata franceze hodhi poshtë në 2016
kërkesën për njohjen e gjinisë neutrale. Çfarë do të gjini neutrale? Pra, këta që bëjnë këta, Edi Rama i bën këto vetëm për të mobilizuar lobim dhe mbështetje për krimin monstruoz të drogës që realizon, për narkoshtetin që ndërtoi. Edi Rama i bën këto për të mbuluar skandalet e mëdha, gjigande, me dhjedhje fondeve publike. Ju, i lexoni ato mesazhe të Lubi Ballukut. Jam unë që kam quajtur Lubi, askush tjetër, dhe nuk ja heq atë. Por çfarë tregojnë ato mesazhe? Ato mesazhe tregojnë një njeri në terror. Një njeri që i kërkon valsit shpejtë ndaj tëmbël, të tregon terrorin shpirtor që ka ndaj atij, të cilit ajo i vën cilësor e merituar. Unë nuk e shpirtoj, sepse përsëri nuk ishte vetë të saj me këtë. Por nuk mund të mohohet se mesazhet faktojnë terrorin që ka ajo në detyrë për të përmbushur atë porosi. Nuk e shet njeriu vetën në atë mënyrë, siç bën kjo, por e bën për shkak të Edi Ramës, se janë porosi të tëra e provet e Edi Ramës. Ndaj dhe nuk janë, aty janë 9, ja u thash edhe një herë, tuneli Llogaras në fakt në tendër është 50 milion, kurse në realitet është 19 milion në total. Dhe ne do jemi tek kryeministria për këtë. Por një gjë se e shoh që të gjithë i vërsuli Lubis. Lexoni mirë ato mesazhe. A ju e shihni se me çfarë përçmimi flet ajo për Edi Ramën, por është e detyruar. Është e detyruar Muhamet. Se aty ka vetëm terror. Çoja këto aty. Do vendosim shumë shpejt. Koha ka kaluar. Tani në fund kur do jeni u thon koha kaloi. Ne do të jemi sa më shpejt aty.